Sezoni i verës, përpos që i ka bukurinë e pushimeve ku ne argëtohemi dhe padyshim kalojmë ato qastet e bukura në përdetra, e ka edhe atë pjesën më të bukur ku i kemi dasmat dhe të dashuruarit gjithmonë gjatë këtij sezoni preferojnë që ta kumtojnë dhe ta kremtojnë dashurinë e tyre me një dasmë të bukur, me një dasmë ku i mbledhin miqt, familjarët më të afërmit për të kremtuar këtë gjë. Ajo që ne gjithmonë e shohim në përdasmat tona që është asnjëherë nuk humbet tradicionalja. Veshje tradicionale që na shënojnë ne si shqiptarë dhe si kom, padyshim janë pjesë e dasmave tona të bukura. Pikërisht për këtë, kemi Aidën në link të drejt për drejt për të diskutuar se edhe këtë vit a janë si pikë kryesor veshje tradicionale apo ka filluar ato të harohen. Aida. Po, përshëndetje Gjanan për ty në studio, përshëndetje dhe për gjithë shikuesit që tani më janë me programin e TVM2 dhe më saktësisht me emisionin Ritmi ditës. Ashtu si që përmende e ti, sigurisht që sezoni dasmave mund të themi që zyrtarisht tani ka nisur, krahas trendeve moderne, shumë nuse vazhdojnë të zgjedhin edhe veshjet tradicionale shqiptare për një pjesë të caktuar të ceremonisë. Dimijat, dallamet dhe elementet karakteristike të nusrisë mbeten edhe një simbol i identitetit dhe trashëgimisë sonë kulturore. E për të folur për sezonin e si vjetëm, se sa ka filluar interesimi të blehen dimijat, dallamet apo edhe veshjet e tjera tradicionale, sot në linje të drejt për drejt do kemi edhe Orhan Ahmeti, i cili do na tregoj për të gjitha detajet e sezonit të si vjetëm. Përshëndetje Orhan dhe faleminderit që pranuat që në këtë mëngjes të jeni drejt për drejt me programin tonë. Përshëndetje juve, faleminderit shumë për vizitën. Është shumë kënaqësi që ta ndajmë këtë mëngjes së bashku, duke nisur që tani më në muajin korrik dihet edhe fluksi i dasmave, kuptohet sezoni i verës, në një farë formë shënon edhe nisjen e sezonit të dasmave dhe në këtë rast edhe nuset duan që duken bukur edhe me veshje tradicionale avëreni, se interesimi për dimijat e dallamet po shtohet edhe si vjet. Po, zakonisht sicilin vit kemi rritje të interesit për dimija. Po, fakti që ka në gëzon është se këtë vit gjitha nuset dëshirojnë që të kenë më tepër dimija. Shembull, dojnë dallam, dojnë një lektarit, 2 dhe 3 veshje minimum i dëshirojnë që të kenë për darsëm. Krahas viteve të kaluar, që do të thotë vetë se shtohet numri dhe interesimi. Po, shtohet. Kemi një rritje graduale, vjet për vjet kemi rritje që cilat dëshirojnë të kenë këtë lloj veshje. Pse mendon se nuset përzgjedhen që të kenë edhe të paktën një veshje tradicionale përgjatë ceremonisë së dasmës së tyre? Është kjo nga tradita që nuk duan ta humbin ose nga dëshira për të dukur edhe një nusë tradicionale? Po, veshjet tradicionale zakonisht vinë nga ato trojet të cilat secila nuse i dëshiron që të ketë nga rënjët e veta të cilat vinë, dhe unë mendoj që kjo lloj veshje e bën dasmën edhe më madhështore, edhe më tradicionale, dhe secili dëshiron që të ketë të paktën një veshje për ditën e tyre më të veçantë. Si përzgjidhen zakonisht, vinë muaj përpara që ta përzgjedhin veshjen e tyre ose si shkon procedura? Po, zakonisht për këtë lloj veshje duhet 1 deri në 2 muaj që të kemi kohë për provat, për të gjitha detajet të konsultojmë me nuset që ata të jenë të kënaqura në fund të përfundimit të veshjes. Cilat dallama apo dimija zakonisht preferon më shumë? Cilat janë ato që ju e dini që përgjatë sezonit të verës padyshim që do shiten? Sicilin vit kemi nga një model të cilën e bëjmë bashkimin e tradicionales me modernën, duke i shtuar ngjyrat të arrit, fijeve të arrit, duke i shtuar kristale, duke i shtuar, por gjithnjë me punim dore, gjithnjë me motive të punimeve të dorës. Kuptohet që po, por në këtë rast edhe ngjyrat të shumta tani po dominojnë viteve të fundit. Po. Gati Sicilin vit shtohet nga një ngjyrë, si vjetë kemi ngjyrën e zezë, do të thonë me kadife të zezë dhe me arrit të zi, me fije arrit të zi, i cili është i kombinuar me arrit të verdh dhe arrit të zi, dhe del shumë bukur, del një kombinim i traditës me modernën dhe me të vërtet del shumë bukur. Cilat i konsideroni si ato ngjyrat klasike që nuk humbin asnjëherë? Zakonisht ngjyra e verdh nuk humb asnjëherë. Kjo domethënë ngjyra e arrit. Se secila nuse dëshiron që të duket sa më me ngjyrë të arrit, të shkëlqej sa më shumë, dhe kjo ngjyrë shkëlqej normal më tepër. Ky është jeleku i arrit, a? Po, gjithashtu edhe jeleku i argjend.
edhe jeleku i argjent, edhe kjo vjen shumë klasike, shumë i bukur. Por që jeleku i arit sikur dominon më shumë më duket, patjetër. Dhe kjo konsiderohet si veshje kosovare apo nëse nuk jam gabim? Jelekat e arit me dimja Kosove llogariten si veshje kosovare, domethënë anës Kosovës. I vlen më shumë ato të Shkupit dhe që janë me prejardhje kosovare ose ka edhe nga të tjerat? Zakonisht ata janë, të cilët kanë prejardhje shembull mamin nga Kosova, babin nga Shkupi dhe ata i duan që mos ta humbin traditën, as nga ana e babit, as nga ana e mamit. A ka dallime mes preferencave dhe qyteteve të ndryshme? Po, ka. Shembull, kemi edhe dimija tetove, të cilët janë këtu, ata janë dimija tetove të cilët i veshin më tepër ana e tetovës, ana e logot, ashtu po. Dimijat e Kosovës e tham që veshin kështu, me dimija Kosovë me elek të shkurtër, si dhe dallamat të cilët janë edhe ana e Kosovës edhe ana e Shkupit. Po, Orhan, përveç nusës sot më intereson, a vazhdojnë të vishën dimijat ose dallamet, apo qoftë çfarë do veshje tradicionale edhe nga familjarët e tjera, shoqëruese? Po, zakonisht viteve fundit për krah nusës veshin edhe kunatat, edhe motrat, edhe nuset e shtëpisë, të cilët në ditën e Kanaxhexhit e bëjmë pak më madhështore kur të jenë gjitha veshura me veshje, por gjithmonë duke dominuar nusja ajo ta ketë atë kryesore dhe mandej këto modele pak më klasike, modele pak më moderne, jo me shumë të punuara, mirë po veshjen. Si mund ta themi që mund të dallojë nusja krahas familjarëve të tjera? Si e percepton ti? Nusja dallon shembull për dallamën duhet të jetë më shumë e punuar me punim dore, të ketë më shumë arë se më e rëndë, ashtu. Secila dallam nëse është e punuar më shumë, nëse ka lule më shumë, qëndisje më shumë, fijari më shumë, ajo duket më e rëndë. Po, në këtë rast, për dasma tona, kuptohet që ne kemi familjar shumë edhe në diasporë. Sa kanë ndikim diaspora në këtë rast dhe sa ato kanë preferenca për veshjet tradicionale? Mund të them se nuk e di, ndoshta shkaku financiar apo çka diaspora janë më tepër të interesuar se sa vetë neve. Vërtet? Që do të thotë vazhdojnë të ruajnë traditën. Të ruajnë traditën. Domethënë si cilën verë, si cilën sezon, se edhe aty e vërejmë në kur është koha e verës, kur vinë gurbeqartë, shtohet puna, shtohet kërkesa më e madhe dhe normal që ata dëshirojnë të ruajnë traditën dhe si për festa, si për darsma të ndryshme, si për Kanaxhexhe, ato i veshin edhe. Kemi raste shembull në Amerikë, ata për 28 nëntorin, shumica, të atëre kemi na dhe si një gjysë sezone, për në Amerikë bëjmë dërgesa atje, se i veshin me këta me kësi lloj veshje për ditën e flamurit apo për ditët ndryshme. Po, që do të thotë bëni dërgesa edhe jashtë Maqedonisë. Po. Ky një lajm i mirë, po. Orhan, sa kohë duhet përgatitur për një dallame, në qoftë se vinë klientët në moment të fundit? Ka raste kur ju mundoni që sa më shpejt të jetë gati? Po, neve më vetëm në këtë rast nga diaspora, mund të themi. Po, neve tashmë vetëm e dim se kur është kërkesa më e madhe dhe kemi në stok modele. Sa mirë. Dhe nuk i kemi të qepura ende, vetëm janë të qëndisura, se koha e qëndisjes merr kohë më tepër. Mirë, po për të qepur bëhet shpejt, 2 deri në 3 ditë. Dhe ne kemi modele që janë të qëndisura, nuk janë të qepura, dhe kur vinë që ju duhet për shumë shpejt, atëherë mund ta kepim sipas masës, sipas dëshirës. Dhe modelet që dëshirojnë. Po, për një javë ditë besoj që e kryjm gati se secilin model. Që do të thotë. Mirë, po për të punuar prej fillim deri në fund një dallam ka 4 deri në 6 javë. Që të përfundohet. E qartë. Gjendja ekonomike paka shumë ka ndryshuar me rritjen e standardit, rritjen e çmimeve edhe në vendin tonë kjo vret, por në veshje tradicionale ka dallojnë çmimet, janë rritur çmimet ose? Jo, përkundrazi, domethënë ndoshta vetëm në këtë lëmi çmimet kanë ngelur të njëjta, mirë po këto janë veshje të cilat blehen për çef dhe secili nuk e kursen veten, nëse i pëlqen një model nuk pyetën për çmim. Nëse është modeli që i pëlqen nusës, atëherë nuk Sa mund na shpalosni pak për afërsisht sa variojnë nga cili çmim deri në Po kemi çmime, kemi çmime edhe me 9000 denar, të cilët mund të kompletohet një nuse. Ka deri në 18.000 denar që mund të kompletohet me një veshje. Më thanë nga një çmim shumë modest deri në ato që duan shumë speciale. Një veshje shembull 9.000 denar, ti punimarit, shembull që ky eleku me dimija komplet është 9.000 denar, të cilën mund ta ketë, kjo është me punim dore, me fije are, të cilën mund
ta vesh disa vjet, nuk dëmtohet. E qartë. A ka ndonjë element kështu që nuk duhet ti mungoj ndonjë nusës në veshje tradicionale? Në këtë rast unë po e shoh këtë aksesorin këtu për në kokë. Kjo është për në kokë. Unë mendoj që këta lulet e bëjnë atë që nuk duhet t'i largohemi. Ne gjithmonë mundohemi që elementet kryesore, motivet tradicionale mos të largohemi. Normal ka kërkesë të klientëve që dëshirojnë punime më të ndryshme. Ndoshta gurët të shtohen, aksesorë të ndryshme. Kristale apo diçka tjetër. Mirë, po ne mundohemi që t'ja u shpjegojmë që një veshje tradicionale pa punimdore është si e zbrast. Patjetër duhet të ketë punimdore, lulet të dorës, fije të arit të dorës. Dhe të duket më autentike. Autentike të duket. Mos të largohemi shumë tradicionale. Mendoni se kjo ju ka bërë tani e shumë vite më të veçantë? Unë mendoj që ajo është një të cilën dhe mendoj që edhe besimi, sepse ne këtu punojmë familjarisht me vajzën, me Atikën, Ajanin, gruaja ime Faria, nëna ime punon dhe mendoj që besimin që e kam fituar klientët disa vite me radhë. Sa vite u bën Orhan? Unë 23 vite, domethënë prej 2003 unë jam këtu, tash anana shumë më herët. Dhe i kemi ato klientë të zakonshëm, domethënë vjen një familje blen këtu edhe mandej këtë gjitha nuset vinë këtu se nuk është e lehtë të bëhet një porosi dhe mas 6 jave të vish, ta marrësh e të jesh e zhgënjur ose diçka e tillë, po të ne s'ka ndodhur deri tash. Mundohemi që të jemi sa më besnik edhe sa më korrekt në porosinë që e bëjnë klientët. Po. Cili do të ishte mesazhi për gjithë ato nuse apo vajzat që duhet të martohen tani dhe që nuk e kanë ende një veshje tradicionale? Të veshin sa më shumë ti mia. Dhe sa më shumë t'ju vizitojnë, a? Po, patjetër. Unë mendoj që për një kanaxhexh ose për një darsëm tradicionale, veshjet tradicionale e bëjnë shumë më madhështore darsmën se sa normal me fustan ose me ndryshme. Mirë po, mendoj dhe du t'jap një mesazh të rijave që secila nuse duhet ta ketë një veshje, të paktën një veshje, sepse kjo nuk është vetëm tradit, po e respekton edhe rënjet prej nga IKEA, respekton edhe familjen, e respekton edhe gjitha. Shumë mirë e thënë. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë, duke ditur që tani më ju e keni të stërmbushur sezonën, por gjithsesi nuk na refuzua dhe pranua që t'jeni në programin tonë. Shumë faleminderit për vizitën. Jeni të mirëseardhur. Shumë faleminderit. Të dashur miq, ishte kjo biseda shumë e këndshme me Orhan Ahmetin, i cili na shpjegoi thellësisht se sa është interesimi si vjetën për veshje tradicionale, a vazhdojnë të blihen ende dhe cilat janë ato veshje që nuk duhet t'i mungojnë asnjë nuse në shtëpitë e tyre. Studio,